Ndahet Loredana dhe Jozi, je femër që të pëlqen të kapesh me zor. Jozi nuk ja përton Lorit, çfarë nuk i thot. Loredana dhe Jozi janë rikthyer debateve në lidhje me raportin e tyre, teksa të shtunën pritet të vullosen emrat e 4 finalistëve të Big Brother VIP, ndër të cilët 2 të parët janë Rozana dhe Laerti. Pas disa ditëve të qeta me sputhjeve për qafimeve, Loredana ka shprehur pakënaqësitë e saj për sjelljen ndaj Jozit, teksa ky i fundit e akuzon atë se nuk e ka mbrojtur kurrë. Gjatë një debati në mbrëmjen e dieshme, e cila precipitoi tepër keq, Loredana është përlotur, teksa i ka thënë Jozit se ai e ka ulur para 7 milion shqiptarëve. Megjithatë dhe ky i fundit i është shprehur i zhgënjur nga sjellja e saj, ndërsa është drejtuar duke i thënë: "Ti ke lëpirë aty ku ke përshtyr", referuar deklaratave të saj, teksa tha: "Ti ke thënë që Jozi më kap me zor, është kështu është ashtu, pse ke thënë që vdes për mua?" Rozana të ka thënë që je femër që të pëlqen meshkull që do me zor, të kap me zor. Ti ke thënë pas shpine më puthi me zor, pse më the pastaj që të dua shumë, teksa Loredana e u përgjigj: "Nuk kanë qenë në të njëjtën kohë, unë mendoj që je djalë shumë i mirë, por me mua ke shumë probleme, më përpara ke pasur probleme me sjellje, ndërsa tani e gjitha kjo është kundra meje. Unë nuk kam parë ndonjë djalë të ul një femër para 7 milion shqiptarëve, ti ma bën 10, unë ta bëj 20. E kam ullur hundë gjithmonë, kam parë dritë të ti se të kam dashur, atë mjafton." Teksa Jozi ka dhënë mendimin se këto debate vetëm po shkojnë duke u përkeqësuar e duke thënë se do të ishte më mirë të ndaheshin dhe të shohin se si do të shkojë situata jashtë, gjë të cilën edhe Loredana me lot në sy e ka pranuar. Ajo është shprehur se të dy kanë bërë një autogol, të cilin besoj se mund ta shohë në prajmin e radhës, pasi në vend që të kuptoheshin e të kishin një mirë kuptim për finale, dyshja duket që jo vetëm janë ndarë, e kanë plasur sherrët kaq ditë përpara finales, por duket se po humbasin edhe shansin për të qenë pjesë e finales.